qysh edhe pesheni, në mënyrë simbolike, ja kemi pru kartelen e antarësisë kryetarit të Partisë Demokratike, zotrit Bedri Hamza. Ajo çka ka ndodhur pas procesit zgjedhor të 28 dhjetorit është që një opozitë, e cila duhet të ishte formale bile në kuvendin e Kosovës, është shndruar në deg të vetëvendosjes. Dhe kjo tregon që Kosova është seriozisht e rrezikuar në rrafshin e demokracisë dhe jo vetëm. Ju e keni pa që për një vit këto parti as nuk janë taku me Albin Kurtin, e as nuk janë taku me Zveti me Rëmebo Qeveri. Pas një viti, nën pretekstin se Kosovës nuk i vynë mos zgjedhje, tash po thojnë bën mja votu presidentin që e propozon vetëvendosja. Po ku ketë ju dej tash? Pse na çu 2 herë vitën e kaluar zgjedhje? Pse s'u bot bashkë as LDK PDK e as me Albinin kur njoni? Qysh është e mundshme që s'bën Albulena Haxhiu për kryetarit kuvendit që i takon edhe me kushtetut në herën e kaluar, po bën mja zgjedh presidentin që don Albini. Kjo është mi shërby totalisht dy seneve, koncentrimit absolut të pushtetit Albin Kurtit dhe interesave të ngushta partijake. Problemi është që kjo e koncentron pushtetin të Albin Kurti dhe ai ka dy synime. Kapjen e kryeprokurorit shtetit dhe zgjedhjen e 7 gjyqtarëve nga 9 që i ka gjykata kushtetuese, 2 aktualisht e 5 në gushtin e vitit tashëm e përfundojnë mandatin. Këto parti mbartin përgjithësi për damet që i shkaktohen Kosovës në tarmen. Prandaj, ma mirë është mua antarësu krejt në vetëvendosje dhe dijim që është veç një parti. Se kjo veç për na lën mundësinë me u do këthu që ka demokraci në Kosovë, anë fakt, kuvendi i Kosovës nuk është u shëndru më në kuvend pluralist me parti ndryshme, është u shëndru në kuvendin e vetëvendosjes. Ky kryetar, me qasjen që e ka, i ashpër ndaj kundërshtarëve të mbrëmshëm politik, e tepër i butë, për mos me thonë servil, ndaj kryeministrit të Kosovës. Pra, kom të i thy, të lyp me abo një zgjidhje për mos më shku në zgjidhje. Po krejt Kosova i ka lut partit politike, LDK-n veçanti, bile dhe vetëvendosja e lut ke LDK-n, hajde ta bojmë një koalicion, ty dhe i ke jo. Tash, pse po dhe tash vynë stabiliteti institucional? Një vjet nuk na vda stabiliteti institucional. Sepse kanë llogarit që Albin Kurti me blokada bjen e këta rritën e marrin hise pak më të madhe. Prandaj kjo qasje e opozitës është naive. Kërkush nuk e ka votu LDK-n dhe PDK-n me votu presidentin ashtë. Kërkush iq? As një njeri që ka votu këtë partisë e jep. Pse duhet ta m'jep? Ta nuk jenë të jep për neve, ta jenë të jep për veti. Me i rujtë që të opozita që i kanë. Prandaj, është betejë e rëndësishme, është luftë e rëndësishme të cilën duhet me bo bashkë.